Dëgjoni pak se çfarë ka ndodhur. 5 parlamentar italian kanë folur kundër semitizmit, pra kundër Izraelit. Dhe Donald Trump ka dhënë alarmin që këta parlamentar të mos të lëvizin asnjë lloj të ardhurave financiare nëpërmjet kartave të kreditit. Do thoni ju, por ç'lidhje ka? Dëgjojeni me kujdes, sepse është vërtet shumë e rëndësishme kjo. Ndonë se ata gjenden në Itali, ndonë se janë italianë, duhet të dini që 50% të lëvizjet bankare, po thoj të buxhetit botëror, bëhet në dollar. Pra kontrolli total bëhet nga amerikanët i këtyre 50% po flas. Dhe duhet të dini që në çdo lëvizje që bëhet, ju keni për shembull kartë krediti, që është një Mastercard, Visa e tjerë, janë që të gjitha amerikane. Dhe shumë nga këta parlamentarët italian janë frikësuar tani, sepse në çdo lloj momenti, nëse Amerika kërkon për shembull bllokimin e disa kartave ose edhe të parave, mund ta gjunjëzojnë një shtet ose një popull të tërë ose një kontinent të tërë pa asnjë problem. Çdo të thotë kjo, sepse kanë luftuar që në fillim me shumë zgjuarsi, kanë bërë një sistem bankar le të themi kompleks, por shumë të qelluar, sepse e kanë filluar këtë që nga vitet 1700, 1800. Dëgjojeni me kujdes. Këta parlamentar, për shembull kjo Francesca Albanese, është njëkohësisht është akoma ende gazetare që ka studiuar për sa i përket luftës në Palestinë, pra mes Izraelit dhe Palestinës. Dhe ajo ka hasur në disa anomali që i ka shkruar edhe në librin e saj, ka bërë edhe disa konferenca, ka folur për këtë edhe publikisht, por nga momenti që ajo foli në Parlamentin Evropian, njëkohësisht edhe në Parlamentin Italian, pra me zë të lartë, duke folur dhe gazetat e tjerë, aty u bë problematike. Pse? Sepse ajo le të themi që doli me shumë forcë kundër Izraelit dhe normal duke përkrahur palestinezët. Tani pak rëndësi ka, nuk po flasim këtu se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë. Unë po flas për sa i përket kartave, që ajo nuk mund të marrë dot nuk mund të paguaj dot një tren, nuk mund të marrë dot një autobus, nuk mund të paguaj dot benzinën, nuk mund të bëj dot asnjë lëvizje, sepse kartat e saj janë të bllokuara. Ajo duke patur një Mastercard dhe një Visa, është e pamundur që ajo të lëvizë. Dhe ky urdhër është dhënë direkt nga Donald Trump. Tani, tej teorive konspirative, tej këtyre diskutimeve, kur ka disa marrëveshje ndërkombëtare, në këtë rast e këtyre të ardhurave financiare, duhet patur dhe kujdes. Por, nga njëra anë, është për të theksuar se Italia ka vite që nuk ka studiuar, si mund të quhet, një mënyrë të saj të llogariturit të ardhurave financiare. Bile tregohet që në vitin 1980, parafërsisht, nuk e mbaj mend eksaktësisht, por pas viteve 1980, Italia u varë, po të themi, komplet nga buxheti financiar amerikan, sepse shumë biznese, si për shembull autostradat i ka bërë Amerika në Itali. Dhe Amerika e ka me përqindje. Pra, ti i përdor autostradat, por ti pagosh një përqindje. Dhe kjo është normal, logjike. Pse nuk i bëri Italia? Pra, po ti kishte bërë Italia, ti kishte marrë masat, duke ditur që Italia ishte shumë mirë në vitet 80, ja dha të drejtën që ti ndërtonte Amerika. Dhe tani autostradat janë amerikane. Njëkohësisht kështu flitet edhe për disa lëvizje të tjera gjithmonë ekonomike, ku Amerika ka projektuar dhe i ka studiuar këto me kohë. Dhe tani është pak e vështirë që ti të mund të shkëputesh nga ky sistem, sepse është një sistem i krijuar prej kohësh. Si mund të heqësh ti tani të drejtën e autostradave, për shembull? Nuk e di, keni qenë apo jo, ju që jetoni në Itali e dini shumë mirë. Merr autostradën, për shembull, nga Milano, nëse zbret deri poshtë në Bari, për shembull, se deri aty arrin autostrada,
ti pagon rreth 50-60 euro. Autostradë. Një makinë e vetme. Po e dini se sa miliona makina lëvizin çdo ditë në autostradë dhe po flasim vetëm pagesa e autostradës. Pra në ditë ti, nëse bën një lëvizje, shkon nga Milano deri në Bari, ti pagon 60 euro. Dhe nëse kthehesh sërish brenda dite, pagoje 120 euro. Është njësoj sikur ti kesh me tren. Dhe çmimet i vendosin sipas dëshirave. Dhe po thoshja që kjo ndodh edhe në banka, sepse bankat në përgjithësi, po thuaj në të gjithë botën, lëvizin më shumë me dollar. Dhe kjo ka qenë një lëvizje strategjike ose një punë strategjike që në fillim, që nga vitet 700, siç ju thash, që të ketë një kontroll sa më të madh të bankave në botë Amerika. Dhe sot lexova disa lajme, për shembull, që skandalizohen kur thonë që si ka mundësi që këta, duke qenë parlamentar italian, të vi urdhri nga Amerika dhe t'i ndaloj kartat. Pikërisht pra, sepse nuk e kanë kuptuar ende që gjysmët e kartave në botë ose gjysmët e ardhave financiare në botë lëvizin me dollar dhe nëpërmjet kartave amerikane, siç u thash më përpara, Visa, Mastercard etj. Dhe kjo nuk ndodh vetëm me këto, pra me autostradën, si u thash, apo me karta e kredit, apo me investimin e bankave, por ndodh edhe në shumë sektor të ndryshëm. Për shembull, edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, ka disa miniera dhe disa vende që janë bler prej kohësh nga Amerika. Dhe ti sot nuk mundesh që ti të shkëputesh nga ajo kontratë. Është e pamundur. Kështu që ajo do të vazhdoj me sa të zgjasë, sa të vendosin ata që të vjel atë, si mund të quhet, atë shpenzim që ata bën për ta bler. Kështu që unë doja të thosha me këtë që në një farë mënyre i admiroj. I admiroj sepse kanë punuar me zgjuarsi. Shtetet e tjera nuk e kuptuan në atë kohë, ose ndoshta e kuptuan dhe e lëvizën me shumë mjeshtri dhe zgjuarsi amerikanët, por ato shtete që nuk e kuptuan tani bie mbi supe mbi njerëzit me kalimin e kohës, sepse bie rënd mbi shtetin, sepse ka taksa të mëdha. Pra nuk janë vetëm ato taksat fillestare, por shtohen gjithmonë më shumë, sepse në vite shtohet. Kështu që nëse ju mendoni që edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Maltëzi vendos paraja, për shembull, leku në Shqipëri apo leku në Kosovë, është gabim, sepse llogaritë bëhen gjithmonë me dollar. Kështu që 50% është vendos dollari. Këtë doja t'i thoshja, sepse meqense lexova këtë doja të nënvizoj, sepse ka shumë bashkëdhetar shqiptar që jetojnë në Itali dhe është mirë që të njohin disa informacione. Megjithatë, unë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe natën e mirë. Kalofshi bukur.